Sa I përket një deklarate jo vetëm të papërgjeshme, por indinjuese dhe të rëndë të një anëtare të qeverisë së Serbisë, reagimi I qeverisë shqiptare ka qenë në kohë, të ishe në gjumë kur kam reaguar unë, në emër të këtij grupi parlamentar, bashkë me ata që ke në atë kafazin tënd politik, dhe natyrshëm ky akt I dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me të cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian, në të gjitha nivelet, qoftë në nivelin e komisioneres Marta Kos, por edhe në të gjitha nivelet e tjera, dhe Shqipëria kur reagon Përfundoni, lutem. Por reagon bashkë me aleatët e vet. Dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politikë. Sa I përket Edi Ramës, ti dhe ata shokët e tuaj duhet lani gojën mirë, sepse Edi Rama është I vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi që nga 1912, I cili çështjen e Kosovës e ka ngritur mes Beogradit dhe ka bërë me dije qartësisht edhe sfundmin Bruksel, edhe në Beograd në tetor të vitit 2014, që Kosova është shtet I pavarur